Një aksion I befasishëm I forcave speciale Renea të mbërritura nga kryeqyteti por dhe byros kombëtare të hetimit është zhvilluar në Vlorë mëngjesin e kësaj të shtune. Të mbërritura në orën 4 të mëngjesit, Renea dhe BKH kanë rrethuar perimetrin e sigurisë në një zonë të njohur në ujin e ftohtë. Në këtë aksion, sipas informacioneve, janë përfshirë mbi 50 efektiv të Reneas, 10 mjete midis tyre dhe të blinduara, si dhe në mbështetje ka ardhur dhe policia e Vlorës. Renea dhe BKH kanë qëndruar në këtë zonë për 6 orë deri në momentin e largimit të tyre në orën 10 të mëngjesit. I gjithë territori është monitoruar dhe nga ajri me anë të një droni. Qëllimi I aksionit ka qenë arrestimi I personave me rrezikshmëri të lartë, për të cilët mendohet se ka patur informacione të siguruara. Të njëjtat informacione të siguruara nga grupi hetimor bëjnë me dije se kemi pasur disa ngjarje kriminale, por dhe vrasje, të cilat janë zbuluar përpara se ky aksion të niste. Sipas informacioneve, janë shpërndar 7 urdhër arreste, mes të cilëve disa persona që janë në Shqipëri por dhe jashtë vendit. Dyshimet janë se ka pasur urdhër arrest dhe për një ish efektiv policie.